Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjesi, 9:11 minuta, rikthehemi në studio për t'ju njohur tani me rubrikën Startup. Sot kemi kënaqësinë të flasim me Eneida Firakun, e cila është një sipërmarrëse e re me startupin e saj Ene Art and Crafts, një ide të cilën ajo e ka vënë në jetë prej gati një viti, dhe sot na bashkohet për t'u njohur më shumë me punën e saj, me talentin e saj. Mirëmëngjes Eneida, kënaqësi që të kemi në studio. Mirëmëngjes. Faleminderit që na ke zbukuruar studion. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua që t'jem këtu me ju sot. Shumë të bukura janë të gjitha punimet e tua. Shumë faleminderit. Ke kohë që merresh me këtë gjë? Po kam rreth 5 vite që eksploroj fushën e poçarisë, sigurisht si një pasion, si një aktivitet në kohën e lirë, por që më përshiu të gjithën, kështu që dal ngadalë mori më shumë kohë se sa thjesht ai hobi që bën në fundjavë, kështu që tani zako goxha të madhe. Po si nisi fillimisht? Ti në profesion je arkitekte. Unë jam arkitekte, po. Fix ka nisur që unë të eksploroj fushën e poçarisë gjatë pandemisë. Kisha goxha kohë të lira atëherë që të shpreja veten edhe të punoja çik me materialet. Tani unë si arkitekte normalisht jam e lidhur pak me prekjen, me materialet, kështu që kisha kohën që të eksploroja dhe aty kuptova që ishte diçka që më pëlqente, që më jepte shumë kënaqësi, më shpërqendronte totalisht nga stresi i jetës Po dhe diçka që kishe prirje, se nuk mjafton vetëm pëlqimi pastaj. Edhe diçka që mu duk që okay, unë mund ta bëj këtë, kam një lloj talenti. Kështu që atëherë nisi dhe unë vazhdova gjatë gjithë këtyre viteve që ta eksploroj, ta studioj si fushë, patjetër që përtej atij talentit edhe një lloj prirje që mund të kesh, ka nevojë që ta eksplorosh, të mësosh teknika, të eksperimentosh sa më shumë. Rreth materialeve. Po sa kohë është dashur për të bërë produktin e parë? Pra jo këto tentativat që mund të kemi pasur në fillim të dështuara, le të themi, por një produkt të cilin e ke treguar, pastaj ke thënë ky është rezultati i duhur. Rreth 3 vite mendoj. Duke menduar që ka qenë një lloj pasioni që ndodhte në mënyrë sporadike, kështu që mendoj diçka që unë mund ta kem treguar me krenari diku tek 3 vite. Po. Cili është qëllimi i Ene Art and Crafts? Pse doje ti që ta ndaje talentin tënd me pjesën tjetër të njerëzve? Ene Art and Crafts lindi si një shtesë imja, si një zgjatim. Si një zgjatim i imi, ashtu siç unë po e përdorja këtë hapësirën dhe dëshirën time për të eksploruar, mendova, okay, kjo mund të jetë një mënyrë e mirë për t'ja u treguar njerëzve që ekziston edhe një mënyrë tjetër se si mund të kalojnë kohën, edhe pse jo mund të zbulojnë pasionin e tyre dhe ta vazhdojnë, por mund edhe thjesht të jetë një aktivitet që ja kushtojnë vetes. Kështu që mendova që të krijoj një hapësirë sa më të këndshme edhe familjare, edhe ku njerëzit mund të eksplorojnë veten, kështu që hap pas hapi, duke eksploruar dhe unë mundësit, erdhi studioja. Si ka qenë reagimi i njerëzve? Ka interes për këtë gjë? Po, në fakt, patjetër që kur nis diçka të re, gjithmonë është dyshimi. Gjithmonë është dyshimi, a do mundem, dhe unë fiks i lash vetes në momentin që vendosa që të shkëputem dhe të hap studion, thash, okay, Eneida, jepi vetes tënde një vit kohë, nëse kjo nuk ndodh, nuk e ecën, okay. Le të kthehemi mbrapsht. Dhe mund të them që i ka te kaluar pritshmëritë e mia, interesi edhe fakti që aktivitetet që unë ofroj apo gjithë hapësira që unë ofroj është mirë pritur dhe ka interes për çfarë ne ofrojmë. Çfarë ju pëlqen më shumë të prodhojnë apo me çfarë materiali të punojnë? Ne kemi disa aktivitete. Baza patjetër që është keramika, pra aktiviteti thelbësor, dhe është ajo që tërheq më shumë vëmendjen, sepse për vetë faktin që është shumë interesante që ti nga diçka, nga një sasi balte, pas një lloj forme, pas një lloj ngjyre, sjell në jetë. Ti sjell një jetë, një krijesë, po, me duart e tua. Dhe kështu që keramika ka dhe këtë gjë interesante që më ka përfshirë dhe mua, që ti asnjëherë nuk e di 100% rezultatin përfundimtar. Se si do jetë. Surprizohesh edhe ti në fund. Qoftë në ngjyra, kështu që si është ky procesi i krijimtarisë? Pra ti je me atë materialin që ke përpara dhe përfshihesh e gjitha atje, dhe ndonjëherë atë ka ndodhur ty për shembull, meqense po flisni për këtë pjesën që se di as vetë se si do të përfundoj, e ke nisur për të bërë një gjë që ke pasur në kokë dhe gjatë rrugës ti ke kuptuar që mund të jetë një gjë e ke ndryshuar, sepse kjo ndodh gjithë kohës. Pra me po them pjesën më të madhe të gjërave
ti patjetër mund të kesh diçka në kokë apo ke një referencë që e ke parë diku dhe inspirohesh për saj, por që rezultati përfundimtar ndryshon. Aq më shumë që është një proces që të përfshin dhe ti duke qenë se gjatë gjithë kohës me të gjithë shisat e tua të fokusuara te puna, me duar që lëvizin edhe që japin formë baltës, fillon kupton që ke devijuar totalisht nga ideja fillestare. Mos ndoshta ka ndodhur me këtë produkt këtu. Që ka këtë formë. Ai është ka patur një ide që do ishte diçka e holl siç është këtu edhe me këtë qafën e gjatë, po pastaj forma u vazhdua gjatë. Domethënë Eneida siç po thoja, është thuajse e pamundur të bësh dy produkte njësoj. Çdo produkt është unik, është super dhuratë kjo po ta mendosh. Po, shumë e bukur, veçanërisht. Tani me qenë se i kemi dhe në studio dhe siç e tha dhe Mikaela në zbukuruar studio me këto gjëra që ti na ke sjell këtu, ka ndonjë domethënie kuptim të gjitha mirë, gota ti kuptoj, por këto të tjera që kanë një formë disi më të ndryshme. Ato janë mbajtësi qirish. Ato janë mbajtësi, okay, mbajtësi qirish. Jo, i përdor për gira. Mirë më po pyes, prandaj është ne shumicën e kohës për produktet që prodhojmë vet, jemi të fokusuar po them tek produktet funksionale, pra gota, filxhan, pjata, magnet që mund të ngjiten në frigorifer, varset e çelsave. Tani së fundmi që edhe studioja po fillon që të rritet nga pak, unë po përpiqem që të sjell edhe një linjë produkte që janë më dekorative dhe që lidhen me interierin, pra mbajtjet e qirinjve, vazove, mbas edhe ndriçuesit që janë ende në proces. Për të mos i pas të gjitha shtëpisë njësoj, standard ato që blejnë në dyqan. Pikërisht. Dhe për të mos qëndruar vetëm tek kjo ideja që ti shkon e shikon, po mundesh edhe thjesht të vish pse jo ta prodhosh vet, apo patjetër që mund të ta prodhoj unë sipas idesë dhe që të përshtatet me stilin, me çfarë të merr zakonisht. Po çfarë nëse unë dua të bëj një gotë edhe vite këtij, unë s'kam fare eksperiencë. Nuk e kam aberin nga Tianis dhe si ta bitis. Sa kohë do më duhet për të pasur produktin final? Poçaria është proces shumë i gjatë dhe ti patjetër do të duhej që normalisht ne do ta kufizojmë pak kohën ose do ta përshtasim procesin që të përshtatet edhe me kohën tënde, po që si fillim do duhet që ta prodhosh dhe po them unë midis 2 deri në 3 orësh ti do të duhej që ta prodhoje një mbajtse qirinj, po them unë. Më pas ne do të duhej që ta linim për rreth 5, 6, 7 ditë në studio sa të piqet. Kalon një kohë që ajo thahet totalisht, pastaj piqet. Duhen 7 ditë. Në varësi të periudhës e të stinës. Për shembull në dimër që ka më shumë lagështirë, produktet thahen më ngadalë apo sa më delikate të jetë forma, do duhet që ne her pas here ta mbulojmë që të mos thahet, mos avulloj ujë më një herë. Më pas pjekjes ndodh procesi i dekorimit, pra e lyej me bojrat që janë të dedikuara. Po patjetër. Dhe kalon dhe pjekjen e fundit. Është punë shumë kreative dhe më shumë se sa për përfitime, është kënaqësia e të punuarit me dorë, që në shumë studime së fundmi konsiderohet e mirë për njerëzit sepse largon ankthin, stresin edhe ku diun sëmundje të tjera të shëndetit mendor dhe pikërisht edhe për këtë arsye edhe fëmijët po e përqafojnë më shpesh. Ju po ashtu i dedikoni një hapësirë her pas here keni workshope për fëmijët e vegjël që duan të bëjnë punë dore, jo vetëm me qeramikën, po besoj edhe me letra. Më fol pak për këtë. Po. Ne kemi një klub arti të fëmijëve dhe çdo javë kemi grupe të fëmijëve të cilët provojnë teknika të ndryshme të artit. Dhe ashtu siç edhe ti e the, është një lloj terapie. Ashtu siç përfitojnë të rriturit, përfitojnë edhe fëmijët. Sepse kanë mundësi që të shprehin veten totalisht, të përdorin teknika të ndryshme të artit, siç është qeramika, piktura, kolazhi, mozaiku, qëndisja, e të tjera, një mix veprimtarish që unë i ndërthuar me njëra tjetrën dhe patjetër që fokusi kryesor ose ajo çfarë përfitojnë fëmijët është përdorimi i gjithë shisave, edhe prekja e materialeve me duart e tyre, përqendrimi, largimi nga teknologjia, në zhvillimin e socializimi midis tyre,
Dhe ajo çfarë është më interesante është që ti shikon që fëmijët mësojnë disa koncepte, po jo në atë mënyrën tradicionale të mësuarit, pra që dikush të shpjegon edhe ti e mëson, por mësojnë duke bërë diçka, po të mësojnë vetë. Çfarë është sfondi, çfarë është linja, çfarë është skica, që për ne të rriturit duket diçka normale, shumë e kuptueshme, por kur ti fillon dhe shpreh që shiko do bëjmë skicën dhe ata thon, "Po zysha po, çfarë skica?" Dhe pastaj në klasat e tjera ata vinë dhe thon, "Do bëjmë skicën të parën apo jo?" Do bëjmë skicën të parë. Kështu që është interesante. Këto kujtime që mund t'i marrin me vete. Besoj punime abstrakte janë nga fëmijët kryesisht. Sado që mund të përpiqesh ti kanalizosh, po mua më pëlqen që ti lë të lirë. Kështu që sa më abstrakte të jenë dhe sa më sipas metodës së tyre dhe mënyrës së tyre, aq më mirë është për mua. A ka ndonjë nga këta fëmijët për shembull që tani ka një përveç se prirjen, se kjo mbase kuptohet edhe një çik më vonë, por që do ta kthej në profesion këtë gjën, kur të jetë më i rritur, kur ta ndjek si linjë të jetës të vet, qoftë ta filloj duke shkuar tek liceu artistik me skulptura apo pikturë, qoftë arkitekturën, qoftë skulpturën dhe kështu me radhë, po. Patjetër. Gjysma e fëmijëve që un kam në studio, mezi presin që të arrin moshën që të bëhen ndihmësit e mi aty. Sa të mirë. Një pjesë duan stafin gati për të ardhur. Po, një pjesë duan të bëhen mësues ose art teacher, disa arkitekt. Po, unë mendoj që ndikohen pak nga ambienti, kështu që i them, do shohim kur të rriteni. Por sa mirë që Po, shqyr ndikime të tilla patin. Po, pra që janë në një ndikojnë nga ato se sa nga TikToku. Që të krijojnë edhe të njohin edhe botën e tyre të brendshme. E edhe ti ke vetëm një vit që po punon në këtë drejtim dhe nuk konsiderohesh biznesi mirëfill, je ende në kategorinë e startupeve sepse fitimet që ke në vit nuk sigurisht nuk llogaritën fare. Keni ndonjë vend të lirë punë patjetër. Dhe dua të pyes më shumë për qëllimin tënd në të ardhmen. Çfarë do të arrish? Padyshim që qëllimi im si përmarrëse tepër e re është që studia të krijojë një vendin e saj edhe prestigjin e saj, po them në treg. Qëllimi im është të rris prodhimet, pra të rrisi këto linjat e vogla të prodhimeve të qeramikës, të zgjerojmë gamën e aktiviteteve që ne ofrojmë, patjetër pse jo në një ambient më të madh që mund të jetë i dedikuar për të rriturit dhe fëmijët mund të jetë një shkollë e mirëfill arti. Dhe ajo që unë do kisha dëshirë do ishte që të ofroja mundësinë që këto workshopet që tani janë të drejtuara dhe të mirë orientuara nga ne, pse jo të mos ishte një hapësirë ku gjithë ju mund vini dhe jo domosdoshmërisht të krijonit diçka në drejtimin tim, por mund të vini të zgjidhnit nga raftet një kanavac, një fletë të bardh apo një pjesë ceramike edhe të fillonit që të punonit me duart e tyre. Për ne që mund të vim, edhe ta konsiderojmë si pasion. Është nga ato pasionet e kushtueshme shumë apo? Se këtu që don puna pastaj kur e ke vetëm pasion. Te lekat e kemi gjithmonë. Kur e ke hobi. Pasionet janë gjithmonë një çik të kushtueshme. Nuk mund të them që arti është nga pasionet e lira. Megjithatë, studioja funksionon e tillë dhe unë jap të lloj mundësie që nuk është një kurs i mirëfill, pra nuk është se ti vjen dhe e ndjek në një rregull të caktuar, por mund vish ta provosh një herë, dy herë dhe ta ndjekësh pra sipas kohës dhe sipas mundësisë dedikimit. Me fëmijët nuk futemi dot këtë po përpiqet të thoshte. Jo më francesu dua. S'po mbyll dot oraret e kurseve të mia, jo më. Të shoqërohesh nga prindrit mirë, është ende fushë pa eksploruar, edhe ndoshta prandaj është pak më e kushtueshme. Ne të urojmë shumë suksese, edhe urojmë që të realizojnë të gjitha ato dëshirat e tua në aspektin e karrierës. Edhe këto punimet e bukura që ke. Sa herë që shikoj komplimente. Sa herë që shikoj krijime të tilla më vjen ndërmend poezia e të madhe Dritërov, vajta në Stamboll të bëj pazar, për kujtim të marrë një vazo balte. Paqe dhe selam Mustafa Çar. Vazon më të mirë po e patë. Paqe dhe selam Mustafa Çar. Vazoja nga duart shkau e më radhë, unë bë 25 copa, megjithatë ne lëm kuzë shumë e qatë. Jo, sa mirë që e përmendë sepse në fakt ka shumë produkte importi që futen në tregun ton nga Turqia, ndërkohë që ne mund t'i krijojmë vetë dhe mund t'i shesim në tregun ton si produkte shqiptare autentike. Përveç se produkte shqiptare dhe të bëra këtu, por e veçanta që janë të gjitha produktet të cilat nuk i gjen kurrë në asnjë vend, në asnjë moment tjetër, janë totalisht unike. Shumë faleminderit, faleminderit juve. Ne vazhdojmë edhe për pak, kemi dhe disa minuta për të gjetur quizin tonë. Mirë, jazz, rikthehemi për pak.